Mirëmëngjes të dashur gaforë, do bëjmë një mesazh në fakt të dy nga letrat astrologjike apo astrologji që janë Oracle dhe Lenormand që janë dhe këto Oracle. Kemi escape, ikje në një guacë të një kërmili, apo në të guacën e një breshke, sikur nevoja për të larguar, për të ikur aman larg nga këtu. Kjo letër e largimit tregon një prirje për të tërhequr, për të ikur nga realiteti, mund të jetë ajo, apo në një nevojë e madhe për të kërkuar qetësi shpirtërore larg botës. Mund të sinjalizoj një lloj izolimi. Jeni të lodhur, të dashur gaforë, apo jeni duke ikur një të vërteta. Njëra nga këto është emocionet e pasgjidhura ose për dëshirën për të mos u parë apo ndjerë, të largoheni nga çdo gjë. Kopshti është krejt e kundërta, absolutisht. Tregon dalje në publik, socializimin, eventet, hapjet ndaj shoqërisë dhe komunitetit. Është një ftesë për të qenë pjesë e diçkaje të përbashkët. Këtu është ajo vendi ku takohen të gjithë. Në vend që të tërhiqesh krejtësisht, të dashur gafor, gjej një mënyrë të butë për të qenë pranë njerëzve që të ndihmojnë të ndihesh mirë. Tani, ndoshta një dëshirë për të larguar, një lodhje për të futur në atë guacën dhe mos qëndrosh, mund të jenë rrethi. Nuk do të thotë që duhet të largohesh komplet nga gjithë jeta sociale, apo nga ato çfarë janë lodhur. Seleksiononi. Një bisedë thjesht me një person të duhur mund të nxjerrë nga ndonjë ndjenjë, mbyllje apo lodhje. Mos prit të jetë perfekte për të rikthyer në kontakt me të tjerët. Thjesht bëhu pjesë e atij vendi, aty ku ndihesh mirë. Është diçka këtu për të seleksionuar. Çfarëdo që ju ka lodhur, mund të jetë vetëm person. Largohu. Është e thjesht, unë ta them, apo jo? Se sikur ju dëgjoj, e si të largohem, nuk është aq e thjesht. Çdo gjë është e thjesht nëse merrni vendimin. Nuk ka gjë të thjesht. Në fakt, të gjitha janë të ndërlikuara, çfarëdo lloj hapi që marrim, por duhet ta bëjmë të thjeshtë për të mirën tonë, të dashur. Nuk ke nevojë të ikësh. Ke nevojë për një vend ku mund të jesh vetvetja mes të tjerëve. Pra, nëse jam diku që nuk ndihem mirë, kushdo që të jetë ai apo ajo, nuk ka të bëjë. Kjo është për të mbrojtur veten tonë. Do thotë të bëjmë atë çfarë duhet bëjmë, të rrim me ata afër atyre që na japin diçka, që na mbushin, që na motivojnë, që i kemi aty dhe vërtet bëhet një bisedë e shëndoshë, në vend se vetëm të hapet goja, të flitet dhe të mos marrësh asnjë gjë që t'ju bëj të ju lodh shpirtërisht. Tani, mund të jenë shumë situata, nuk mund të prek të vë gishtin asnjë gjë, por diçka që është duke u lodhur, është në dorën e juaj, të largoheni.